Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua aty Ronalinin për të ndarë në fakt një rrëfim shumë të dhimbshëm. Inati, urrejtja dhe mlefi midis së dy motrave. Këtë letër ma ka shkruar një motër për motrën e saj, por në fakt ju do të befasoheni nga kjo që do të dëgjoni dhe do kisha dashur që të komentoni. Komentoni të gjithë, jepni mendimin tuaj sepse komentet e juaja ka një vlerë të jashtëzakonshme për ndjekësit në kanalin tim. Nuk e kisha menduar kur se lumturia ime do të bëhej arsyeja pse motra ime do të ma kthente shpinën. Gjithë jetën kishim ndarë çdo gjë bashkë. Bukën, rrobat, lotët, ëndrat. Kur ishim të vogla, flisnim në të njëjtin krevat. Aty bënim muhabet, aty edhe flinim. Në krevat të vjetër, në krevat prej hekuri. Dhe i premtonim njëra tjetrës se asnjë gjë nuk do të na ndante kurrë. Por sot, ajo nuk më flet më. Dhe arsyeja është sepse unë u martova në një familje tepër të pasur. Quhem Albulena dhe kjo është historia ime. Jam rritur në një fshat të vogël ku varfëria nuk ishte thjesht një gjendje ekonomike. Ishte mënyrë jetese. Babai punonte ditë dhe natë në ndërtim, ndërsa mamaja pastronte shtëpitë të tjerëve. Kishim ditë kur hanim vetëm bukë me çaj. Por megjithatë, unë dhe motra ime Sara ishim jashtëzakonisht të lidhura. Sara ishte 2 vite më e madhe se unë. Ajo më mbronte gjithmonë. Kur fëmijët e lagjes talleshin me rrobat tona të vjetra, ajo ziheshte me ta. Kur unë qaja nga uria, ajo më jepte pjesën e saj të bukës. Në darkë flinim duke folur për të ardhmen. Një ditë do të bëhemi të pasura, më thoshte ajo duke qeshur. Edhe do jetonim bashkë, i thosha unë, gjithmonë. Por jeta nuk mban gjithmonë premtimet e fëmijërisë. Kur u rritëm, Sara filloi punë në një fabrikë rrobash. Unë vazhdova shkollën si gjithmonë. Ajo sakrifikoi ëndrat e saj që unë të studioja. Dhe për këtë do jem gjithmonë mirënjohëse, ti me motrës. Një ditë gjatë universitetit, unë njoha bashkëshortin tim Arditin. Ishte djalë i sjellshëm, i qetë edhe shumë i edukuar. Nuk e dija që familja e tij ishte ndër më të pasurat në qytet. Ai nuk sillej si djemt arrogant që shikonim në televizor. Më trajtonte me shumë respekt. Kur mora vesh se kush ishte familja e tij, unë u tromba. Mbase i thash nuk duhet të vazhdojmë. Pse? Më pyeti ai. Sepse, i thoja, unë vi nga varfëria. Ai më pa në sy dhe më tha, unë nuk po martohem me lekët, po martohem me ty. Për herë të parë në jetë ndjeva se dikush më shihte për atë që unë isha. Kur ja tregova Sarës, ajo heshti. Nuk më përqafoi siç unë prisja. Mos haro nga ke ardhur, më tha ftohtë. Nuk po haroj, ju përgjigja unë. Por që nga ajo ditë diçka ndryshoi tek ajo. Kur familja e Arditit erdhi për të më kërkuar, gjithë lagja doli në dritare. Makinat luksoze ndaluan para shtëpisë tonë të vjetër. Mamaja qante nga emocionet ndërsa babai nuk dinte ku të shikonte. Vetëm Sara rinte në cep pa buzëqeshur. Dasma ime u bë shumë e madhe. Ishte era e parë që vishja një fustan aq të bukur. Në sallë kishte drita, muzikë, njerëz elegant.
Të gjithë më uronin fat, por unë kërkoja vetëm sytë e motrës time. Ajo erdhi vonë, erdhi pa dëshirë. Kur ju afrova ta përqafoja, ajo më tha në vesh: "Tani, tha, s'ke më nevojë për ne." Ato fjalë më therrën në zemër. Pas martesës, u shpërngula në shtëpinë e familjes së burrit. Ishte një vilë e madhe që më dukej si hotel. Kisha dhomën më të madhe se e gjithë shtëpia ku isha rritur. Në fillim, me thënë të drejtën, ndjesha në faj. Mamaja më merrte në telefon duke qarë nga gëzimi. "Zoti ta shpërbleu zemrën e mirë", më thoshte. Por Sara nuk më telefononte më. Sa herë merrja unë gjente arsye për ta mbyllur. Më thonte jam në punë, më thonte s'kam kohë, më thonte flasim tjetër herë. Dhe një ditë vendosa që t'i bëja një surprizë, shkova tek shtëpia e prindërve me shumë dhurata. Kisha bler një frigorifer të ri për maman dhe një telefon për Sarën. Kur hyra brenda, atmosfera u bë e ftohtë menjëherë. Sara pa kutitë dhe qeshi me shumë ironi. "Na paske sjell lëmosh." "Sara, jo, vetëm doja t'ju ndihmoja. Tani paske ardhur si zonjë e madhe dhe mbeta pa fjalë." Mamaja u përpoq që ta qetësonte, por ajo shpërtheu. "Gjithë jetën unë sakrifikova për ty. Unë la shkollën që ti të studioje. E tani ti jeton si princesh ndërsa unë ende numëroj lekët për bukë." Lotët më ranë më njëherë. Nuk ta kam haruar as një sakrificë. "Po e ke haruar, sepse po të mos e kishe haruar, nuk do të vije këtu të na tregosh sa e pasur je bërë." Ajo ditë më shkatroi. U ktheva në shtëpi duke qarë gjithë rrugës. Arditi më përqafoi. "Nuk është faji yt", më tha. Por unë ndjesha fajtore sikur lumturia ime po lëndonte njerëzit që unë i doja më së shumti. Kaluan muaj dhe Sara u largua edhe më shumë. Nuk vinte as në festa familjare kur isha unë. Kur linda vajzën time, ajo nuk erdhi as në maternitet. Kjo më vrau. Një natë vendosa ta telefonoja përsëri. "Motra, çfarë të kam bërë?" i thash. Për disa sekonda dëgjova vetëm frymëmarrjen e saj. Pastaj foli me zë të dridhur: "Ti se kupton." "Çfarë nuk kuptoj?" "Unë ndroja të dilja nga ajo jetë, por ti dole para meje dhe tani të gjithë më krahasojnë me ty." Ato fjalë më thyen zemrën. Dhe në fund, dhe në zemrën time, pavarësisht pasurisë, shtëpisë së madhe apo jetës që kam sot, unë mbetëm ajo vajza e vogël që flinte pranë motrës, duke ndruar një të ardhme më të mirë, sepse parat mund të ndryshojnë jetën, por nuk mund të ndryshojnë zemrën.